Miq të Fax News, ju përshëndes, jemi zhvendosur në terren, pasi vetëm pas pak do të realizojmë një intervistë me një boksier i cili është shpallur 5 herë kampion Shqipërie. Ju ftojmë të na ndiqni. Luiz, përshëndetje. Përshëndetje. Me 11 korrik për gjithë publikun që po na ndjek në këto momente, zhvillohet ndeshja e radhës dhe kundërshtar ke një bieloros, i cili për hir të vërtetës është një kundërshtar mjaft i fortë. Na trego pak për publikun që po na ndjek në këto momente. Je përgatitur, ke emocione? Atëherë, përgatitjet kanë qenë gjithmonë të forta. Normale, siç vjen kundërshtari, aq më fort bëhet përgatitja. Siç e dini tani, OTR Promotion dhe Grushti Hekurt janë bërë bashkë që bëjnë evente shumë të bukura në gjithë Tiranën apo gjithë Shqipërinë, le të themi. Dhe eventi radhës është tek vëllezërit Frashëri tek liçeni dhe do jetë një event shumë i bukur, besoj një nga më të bukurit pasi do bëhet në ambiente publike që janë. Je përgatitur për ndeshjen? Sa intensive ka qenë përgatitja? Atëherë, përgatitja ime është 2 herë në ditë, që është atletik, kondicion, forcë, boksi që nuk mungon çdo ditë, sparingje me partnerët e mi dhe vrapi që është për pjesën e kondicionit dhe staminës. Je shpallur 5 herë kampion Shqipërie me 4 fitore dhe 1 barazim. Për të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente, na premton një fitore? Patjetër, në ring, si themi, humbjen e kemi në xhep, duhet luftojmë për fitoren. Por në profesionist kam pak ndeshje, le të themi, që jam 4 fitore dhe 1 barazim, po kam një eksperiencë shumë të mirë që kam përfaqësuar vendin tim dhe ndjej veten me fat që kam qenë në botror, europiane, kupën e botës, ku ke rrëmbyer edhe një medalje. Po, medalje bronzi te kupa e botës. Dhe kam marrë një eksperiencë shumë të mirë nga aty dhe ndihem shumë krenar që kam përfaqësuar vendin tim tek vende të tilla. Në mënyrë dinjitoze. Në fakt shumë nga ne priren të shohin, le të themi, atë shkëlqimin e personazheve, po pak nga ne dinë fillimin. Si ka qenë për ty fillimi? Çfarë të shtyu të bësh pjesë e boksit, pasi di që ke filluar në një moshë relativisht shumë të vogël, vetëm 11 vjeç? Kur kam qenë i vogël, kam qenë fëmijë prapë dhe jam marrë dhe me sporte të tjera që është basketbolli dhe futbolli, por shtysa që më bëri të hy boksit ka qenë Bojka, filmi Bojka, dhe aty nisi gjithçka që shkova në boks, më pas bëra ndeshjen e parë, fatmirësisht fitova, e cila më shtyu më shumë për të vazhduar boksin. E ban mend ato Luizin e vogël, ke qenë një fëmijë, të themi, i prap që bëja ato sherre tek lagja, se zakonisht nga historitë e kaluara kemi mësuar që shumica e boksierëve kanë pasur edhe një kaluar, le të themi, me zënka sherre në lagje. Si e mban mend Luizin e vogël? Çdo boksier, le të themi, e ka nisur fillimin duke u zënë lagje ose duke u zënë në rrugë, por e mbaj mend veten time kur kam qenë i vogël që kam qenë shumë i shëndosh dhe isha më i veçantë, le të themi, nga gjithë grupi pasi gjithë shokët e mi ishin të dobët dhe unë mundohesha, si me thënë, t'ju përshtatesh atyre për shembull kur hipnin mure, gjërat që i kanë qenë fëmijëri dhe kështu pas hapi më pas erdhi deri tek pjesa ku jam sot që jam një boksier. Çfarë të shtyu të merresh me boks? Çfarë të ka motivuar? Shumë më ka motivuar, si thash edhe një herë, filmat, më pëlqen të luftoja, më pëlqejnë sfidat dhe tregoj veten për këtë që jam. Para se të ngjitesh në ring, cilët janë disa nga mendimet? Çfarë të vjen në mendje në ato momente? Kur jam në ndeshje, e vetmja që mendoj para se të hyj në ring është do fitoj. Unë jam me publikun tim aty, domethënë do t'i bëj krenar ata që kanë ardhur për mua aty. Personi i cili të ka mbështetur ose persona që të kanë mbështetur në rrugtimin tënd? Të parin do të përmend është trajneri im Eduard Dalipi, që më ka suportuar shumë. Më pas është i gjithë grupi OTR Promotion, familja dhe më të afërmit e mi që
disa prej tyre i kam sponsora dhe më ndihmojnë shumë dhe kanë besim tek mua për të ardhmen. Dhe shpresoj shumë që t'i bëj krenar. Për hir të vërtetës, boksi nuk është një sport i thjeshtë, është një sport shumë i vështirë, me sakrifica, me dhimbje fizike, por ndonjëherë është edhe e dhimbshme për familjarë. Doja të pyesja për maman tuaj, shikon ndeshjet e boksit? Shumë. Ajo është vetëm kur unë i them fitova. Nuk më pëlqen, pasi mami nuk ka qenë kur dakord që kur kam qenë i vogël, kush mama do ishte. Çdo sportiste ka këtë problem, që mami nuk i shef kur. Por shqyr ajo e ka kuptuar që unë jam e du shumë këtë sport. Jam zënë shumë herë me të që shiko, unë du të bëhem boksier, ajo më thonë të jo, po shiko shkollën, shiko diçka tjetër, pse duhet vritesh. Dhe e ka parë që unë shqyr, faleminderit Zotit, jam këtu dhe po bëj më të mirë dhe shpresoj të bëj dhe më shumë, pasi për mua le të themi kjo është vetëm fillimi. Do ndash me publikun në një moment të vështirë në ring, që me të vërtet ke derdhur shumë djerës, shumë mund dhe ke dashur që të dorëzohesh, në një moment që të kujtohet edhe të vjen në mendje në këto momente. Po, më kujtohet shumë mirë, kam qenë në Serbi dhe kam bërë kundër një hungarezi dhe më pas nuk kam qenë, si të themi, 100% që i përgatitjes time, por kur kam bërë raundin e parë, ai ishte shumë boksier që bënte presion, godiste goxha dhe mbasi kam mbaruar raundin e parë, po mendoja a do t'i bëj unë gjitha raundet, por pastaj trajneri, shtysa ati dhe egoja mes vetes dhe luftova shumë dhe dhash më të mirën. Fitove? Jo, e humba si ndeshje, pasi u çava. Fatkeqësisht dola shumë mirë ndeshje, domethënë isha duke fituar, por një goditje me kokë dhe më penalizoi tek vetulla. Po në fakt edhe dëmtimet janë të pashmangshme se... Ama nuk pranova kur që të mbyllin ndeshje, i thash doktorit le të paktën ta përfundoj. Domethënë, okay, humba, fitova, nuk më intereson, thjesht dua të humb me karakterin. Shumë e bukur kjo pjesa, edhe në jetë ndonjëherë duhet të humbësh, për të humbësh me karakter. Me 11 korrik është ndeshja e radhës, në fakt do të luhen disa ndeshje për gjithë publikun që po na ndjek në këto momente, ju ftojmë që të vini dhe të shikoni live. Ku zhvillohen ndeshjet? Në cilin vend? Ndeshja zhvillohet në Tiranë tek liçeni artificial, tek vëllezërit Frashëri, ku janë dhe fushat si për amfiteatrit, ku do jetë një event shumë i bukur që s'ka ndodhur kur boks aty. Ka ndodhur organizime tjera për boks kur. Do jetë eventi më i bukur, më i veçantë për njerëzit, pra edhe i ftoj të gjithë vinë ta shikojnë, pasi do jenë ndeshje shumë të bukura, do kenë tituj. Do dalësh me fitore? Do fitojmë apo jo? Normale, unë kur s'mendoj humbjen. Humbjen e kam në xhep, them gjithmonë. Ke ndonjë personazh idhull në boks? Unë kam bërë një tatuazh që mund të themi që mund të jetë përgjigjet, cila është kjo, ku unë them I don't have any idol except God, që të thot nuk kam asnjë idhull përveç Zotit, por normal, boksierët preferuar kam, por idhull kam, dua të jem domethënë Luisi i parë, le të them, nuk dua të jem si të themi Mike Tyson i dytë, apo dua të krijoj imazhin tim për atë që jam unë. Një mesazh për gjithë ato të rinj, të cilët duan të merren me boks, sa ua sugjeron si sport? Disa njerëz thonë nuk dua të hym boks, por jo të hagrushta, jo. Më besoni që boksi është një sport shumë i bukur, të paktën ta zhvillosh, si për shembull për të mësuar kulturën e boksit, bie goxha nga pesha, pasi ka shumë dhe ndihesh shumë mirë me vetë, sepse po mëson diçka luftarake, cilët shqiptarët vdesin për gjëra luftarake. Dhe sidomos të rinjt që kanë dëshirë, pasi ka ardhur pa kohë teknologjisë dhe shumica rrin shumë në telefon apo në lojra.
të aktivizohen me diçka, pasi sporti është Të ndihmon, sigurisht të ndihmon. Sa orë shpenzon për pjesën e stërvitjes? Sa orë në ditë shpenzon nga rutina jote? Kur jam në fazë tranzitore që do të thotë nuk kam ndeshje, është 3 orë. Që do të thotë 1 orë gjysmë para dite, 1 orë gjysmë pas dite. Kur jam në fazë të përgatitjes, shtohet 1 orë gjysmë gati 2 që shkon deri në 4-5 orë në ditë. Që ndahen, domethënë në mëngjes dhe mbas dite. Luis, përpos të boksit, duam të dim pak edhe për rutinën tënde. Si është përditshmëria jote? Atëherë, zgjohem në mëngjes gjatë javës, le të themi. Rri në shtëpi derisa vjen orari që shkoj në stërvitje. Shkoj në stërvitje, mbaroj, shkoj prapë në shtëpi, ha drekën, pushoj prapë, shkoj në stërvitje, mbaroj dhe në darkë shpenzoj kohë me shokët e mi. Dhe gjatë fundjavës, tash që është verë, frekuentojmë plazhin, bëj vrap në plazh, notë, që është e rëndësishme. Edhe pse është verë, kemi 11 ndeshje, kështu që kjo verë ndoshta të gazon paksa të zënë me punë. Po, për shembull unë ndje kam pasur ditëlindjen, ka qenë përvjetor. Edhe i qenë. Faleminderit. Dhe kam bërë 2 herë në ditë stërvitje. Ka qenë fokusi tek fitoj ndeshjen, pastaj ditëlindjen do ta shtojmë për datën 11 mbasi mbaroj. Qëndrojmë pak tek ditëlindja. Nga kush të erdhi mesazhi më i bukur? Nga një shoku im, që e kam si vlla Amri, më shkruajti edhe 100 vllai vogël dhe uroj që t'ja arrisësh majat të shkosh sa më lart aty ku ti ëndërron. Po ndonjë gocë nuk ke në jetën tënde, ndonjë partnere? Jo. Se edhe për këtë pjesën ka interes, ë? Ja. Nuk ke. Aktualisht je single. Po, single. Vajza, ju që po na ndiqni në këtë momente, Luizin e keni single, gjithë juaj. Doja të pyesja pak për dietën e një boksieri. Dieta është gjë më e vështirë që mund të kem unë, pasi jam, le të themi drejtën, lups. Kur jam gjatë fazës time, mundohem sa më shumë ta mbaj afër dietën, domethënë që është orizi, fileto që ka proteina, vitaminat e domosdoshme që duhen për aminoacidet dhe tjerat, por një herë apo 2 herë në javë, një cheat meal unë e bëj, le të themi drejtën, më falni, por unë kam qef pak burgerat, pizza, por është dhe vështirë pasi neve shpenzojmë shumë kalori dhe ta kërkon vetë trupin, nuk është se është vetëm ajo. Luis, ku shikon veten në fushën e boksit? Kampion bote. Kampion bote. Po. Edhe ne me zi po presim që të ngresh lart flamurin kuqezim. Luis, të falenderoj shumë që ishe pjesë intervistës, edhe të uroj shumë suksese, por mbi të gjitha fitore me datën 11 korrekt. Mos harroni. Shumë faleminderit për ftesën dhe mos mungoni në datën 11 pasi do shikoni shumë surpriza. Mirë, zonja dhe zotërinj, ishim me boksierin profesionist Luis Gjolejna. Luis, faleminderit dhe suksese.